Një foshnjë është hedhur në koshën e plerave nga nëna dhe nuk ka arritur të mbjetoj. Një rast i rënd ka ndodhur në Ferizaj ku një paciente ishte paraqitur në spital me ankesa për obstipacion dhe në një moment ka hyrë në tualet duke mbyllur derën. Pas insistimit dhe presionit nga stafi mjekësor, të cilët kishin dëgjuar zërin e foshnjës, derën e kishin hapur. Nëna kishte prerë kordonin e foshnjës dhe e kishte hedhur atë në koshën e mbeturinave në një gjendje të rënd hipotermike. Menjëherë janë ndërmarrë masat emergjente për trajtimin e nënës dhe foshnjës, të cilat janë transferuar në të ginekologjisë dhe neonatologjisë. Ekipi multidisciplinar me përfshirjen edhe të anesteziologut kanë filluar menjëherë të gjitha procedurat reanimatore. Sa po është konstatuar rasti, stafi shëndetësor ka njoftuar organet kompetente, përkatësisht Policinë e Kosovës. Foshnja është pranuar në gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme reanimatore nga ekipi multidisciplinar i spitalit. Pavarësisht përpjekjeve maksimale dhe trajtimit intenziv nga personeli mjekësor, foshnja ka ndëruar jetë. Lidhur me rastin janë njoftuar Policia e Kosovës dhe prokuroria, të cilat kanë iniciuar hetimet. Në procedurë janë përfshirë dhe inspektorët shëndetësor dhe ekspertiza mjekoligjore. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetit foshnjës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në kuadër të procedurave të mëtejshme hetimore. Spitali i Përgjithshëm i Ferizajit është duke bashkëpunuar plotësisht me organet e drejtësisë dhe institucionet kompetente për zbardhjen e plotë të rrethonave të këtij rasti. Për shkak të ruajtjes së integritetit të hetimeve dhe respektimit të privatësisë së palëve të përfshira, për momentin nuk mund të ofrohen detaje shtesë.